Nderuara kryetare e Parlamentit dhe ushtruese e detyrës së presidentit Albolena Haxhiu, i nderuar kryeministër, kabinet qeveritar, të nderuar të dashur deputet, të dashur qytetar, ambasador, përfaqësues diplomatik, media, shoqëri civile. Është e sikletshme, aq sa edhe paradoksale që nga foltorja e kuvendit të flasim për një figurë e cila vazhdoi të sfidoj pushtetit edhe pas vdekjes, duke lënë amanet që të varrosej pa fjalime, pa media dhe pa prani zyrtare. Një jetë e tërë dedikuar shkencës dhe kombit që përmbyllet me një kërkesë sa njerëzore aq edhe fundamentale, të prehet pranë varrit të gruas së vet, larg protokoleve të ftohta. Pikërisht këtu kulmon madhështia e thjeshtësisë së akademikut Recep Qosja. Prandaj jam skeptik nëse ai do ta mirëpriste këtë seancë të veçantë për të. Në këtë refuzim të përkujtimeve institucionale, në qenien e tij bizohet njëkohëshëm thjeshtësia e njerëzores dhe madhështia e universalitetit prej intelektuali. Nga se këto përkujtime janë ceremonialisht të sforcuara për njerëzoren e tij dhe institucionalisht të ngushta për intelektualitetin dhe erudicionin e tij. Megjithatë, për masa njerëzore e Qosjes ja imponon edhe atij që të ndaj fatin e pashmangshëm sociologjik të figurave të mëdha të historisë. Me të vdekur të tyre, ata nuk i takojnë më vetës, as familjes, as rrethit, ata heshturazi kalojnë në pronësinë e përhershme të historisë së kombit. Të nderuar të pranishëm, Qosja la pas një korpus të papërsëritshëm intelektual, krijimtari të jashtëzakonshme si për nga vëllimi, ashtu edhe për nga gjerësia tematike. Në rreth 50 vepra ai trajtoi çështje shoqërore, politike, historike, filozofike, letrare e kulturore, që të gjitha me një bosh të qartë, kombin shqiptar dhe fatin e tij. Recep Qosja nuk ishte vetëm shkencëtar, ai ishte mendimtar, kritik, eseist, publicist dhe polemizues i pa kompromis për të vërtetën. Njëkohëshëm ai nuk ishte vetëm njeri i penës, ai ishte edhe një orator i rrallë, koherent në mendim dhe konfident në artikulim, me leksik të pasur, zë kumbues e elokuencë të pakundëshoqe. E gjitha këto shoqëroheshin me pamjen e tij hije rënd e karizmatike, si dhe me guximin e një intelektuali të vendosur që i rezistoi të gjitha presioneve politike e ideologjike. Në planin shkencor ishte i pakompromis në kërkimin e të vërtetës, në planin kombëtar ishte i pakompromis në iluminimin e popullit të vet. Nga kryevepra e tij moderne, vdekja në vjen për syve të tillë, e cila ishte thirrja e parë estetike kundër diktaturës dhe shtypjes, e deri te historia e letërsisë shqipe, ai nuk ishte thjesht një dokumentues, por një krijues aktiv i identitetit tonë kulturor e kombëtar. E veprat e tilla si populli i ndaluar, strategjia e bashkimit kombëtar ose studimet e tij monumentale në historinë e letërsisë shqiptare nuk janë vetëm kontributa akademike, por edhe platforma të mendimit kritik dhe të vetdijes kombëtare, duke e radhitur përfundimisht atë brenda traditës rilindase, misionin e të cilëve e vazhdoi pa epur në rrethana të reja historike e politike. Qosja, të nderuar të pranishëm, ishte intelektual i popullit sepse u vu në mbrojtjet e tij. Por ka bën rënd kushdo që mendon se kjo ja cënon universalitetin kritikës dhe qëndrimeve të tij intelektuale. Qosja e gjente universalitetin pikërisht të popullit vet, vetëse në një formë të mohuar, si negacion. Pikërisht ky universalitet i mohuar, i lirisë përmes represionit shtetëror serb, e vuri atë në lëvizje për të bërë zëri dhe gardiani intelektual i popullit të ndaluar. Në kushtet e mohimit të lirisë, ku e drejta për të qenë vetvetja vijej në dyshim, dhe mungesa e lirisë shndrohej në gjendje jetese, ai e kuptoi se mbrojtja e popullit të vet ishte në thelb mbrojtje e vet universalitetit të lirisë njerëzore. Në të njëjtën linjë arsyetimi intelektual, ai e vlerësonte edhe ushtrinë çlirimtare të Kosovës. Për të, ajo nuk ishte zgjedhje romantike as ideologjike, por reagim i drejtë për drejtë ndaj represionit serb, i cili kishte kohë që pamundësonte zgjidhjen pasore. Lufta në OÇK-s e interpretonte brenda kornizës së të drejtave të njeriut dhe të drejtës për vetëvendosje si luftë çlirimtare me legjitimitet ndërkombëtar.
Ndërkaq, me pjesëmarrjen e tij në konferencën e Rambojës, duke e parë si moment tranzicioni dhe me kujdesin e shtuar që të mos cenohej çështja shqiptare, ai kaloi nga studimi i historisë në bërjen e historisë. Megjithatë, veprimtaria e tij politike nuk mund të thuhet se ishte karrierë, por vetëm vimësi e misionit intelektual, por në një formë tjetër. Të nderuar kolegë, po që se do të më kërkohej që ta justifikoj mbajtjen e kësaj seance kundër vullnetit të Recep Çosjes, do të thoja se kjo nuk është seancë për çosjen e vdekshëm e historik, por për çosjen e përjetshëm dhe simbolik. Është solemnitet, që thashë në fillim të këtij prezantimi, i kalimit të figurës së tij në pronësinë e përhershme historike të kombit, si fakt i pashmangshëm sociologjik i figurave të mëdha. Vdekja e tij është shndrim i përvetshëm nga emri i përvetshëm në referencë kulturore, nga jeta në trashëgimi dhe nga individi në totem të qenjes son kombëtare. Me këtë akt solemn, ne nuk po shënojmë fundin e jetës së tij, por po e vendosim figurën e tij në panteonin historik të kombit shqiptar, aty ku ai përfundon së qeni subjekt i debatit akademik dhe fillon së qeni busull orientimi për kohrat që po vinë. Është e dhimbshme, padyshim, shuarja e tij, por po aqëtresht është edhe kur mendojmë për boshllëkun që la pas. Kjo të krijon ankthin e dilemës, nëse do t'ja dalim së shoqëri, jo se jo ta zavancojmë atë, por të paktën të vazhdojmë trashëgimin rilindase, të cilën ai jo vetëm që e mbrojti, por edhe e pastoroi shkencërisht e intelektualisht me veprën e tij dhe kombëtarisht me figurën e tij. Dramaturgu, poeti dhe regjisori gjerman Bertolt Brecht thoshte: ka njerëz që luftojnë një ditë dhe janë të mirë, ka të tjerë që luftojnë një vit dhe janë më të mirë, ka njerëz që luftojnë shumë vjet dhe janë shumë të mirë, por ka nga ata që luftojnë tërë jetën. Këta janë të domosdoshmit. E Recep Çosja, të nderuar, ishte i domosdoshmi ynë në kohë okupimi, ishte i domosdoshmi ynë në kohë lirie dhe do të mbetet i domosdoshmi ynë në histori. I përjetshëm qoftë kujtimi për të.